Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në takimin e radhës, rreth komentit të haditheve të Sahih Bukhariut, Allah e pasmëshiruar, edhe me të jemi në Kitab al-Iman, respektivisht në nën kapitullin Bab as-salatu min al-iman, namazi është prej imanit. Jemi tek hadithi 38, hadithin e transmeton Bukhariu nga Al-Barra bin Azib, radiallahu anhu, i cili tregon, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot: Kana awwal ma qadima an-nabiyyu awwal ma qadima al-Madinata nazala ala ajdadihi min al-amsar. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, fillimisht kur është shpërngol, o vendas tek gjyshrit e tina të ansarve. Wa annahu salla qibla Bejt al-Maqdis 16 shahran au 17 shahran. Dhe gjatë kësaj periudhe u fal 16 muaj ose 17 muaj në drejtim të Bejt al-Maqdis, Masjid al-Aqsas. Wa kan yujibuhu an takuna qiblatuhu qibla al-Bejt. Dhe ai dëshironte, kishte dëshirë që kibla e tij të jetë në drejtim të Ka'bes. Wa annahu salla awwal salatin sallaha salat al-asr. Namazin e parë që fali në drejtim të Ka'bes ishte namazi i qindis. O salla ma'ahu qawmun, dhe me te u falen edhe disa veta. Fa kharaja rajulun mimman salla ma'ahu fa marra ala ahli masjidin wa hum raki'un. Fa qal: njëri prej atyre që u falen pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bashkë me te, doli prej xhamisë dhe kaloi pranë një xhamie tjetër dhe i pa duke falur dhe tha: Ashhadu billahi laqad sallaytu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibla Makkah. Dëshmoj se jam falur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në drejtim të Ka'bes, në drejtim të Mekës. Fadaru kama hum qibla al-Bejt. Dhe ashtu siç ishin ata në namaz, pra, u kthyen në drejtim të Ka'bes. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. Që futve i pëlqente më parë përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falej në drejtim të Bejtul Maqdis. Po ashtu u ahlul kitab edhe i thtarëve tjerë të librave të shenjtë. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. E kur pejgamberi u drejtua drejt Ka'bes, e u rryen ata një veprim të tillë. Ky hadith, i cili ka të bëjë me ndrrimin e kibles, edhe që do të na vijë neve sërish, kur do të flet autori atje për namazë, për kiblet e tjerë. Por këtu e cek Imam Bukhariu në Kitab al-Iman, në kapitull e imanit, për të treguar se namazi është min el-iman, prej imanit, dhe se veprat janë prej imanit që kemi cekur më parë. Tani me qenë se autori ka cekur në këtë vend, në këtë kapitull, po e shpjegojmë edhe ne këtë hadith jo shumë në detaje, sepse siç thash, do të na vijë sërish me emrin e Zotit, por atë sa po shpjegojmë, atë sa mjafton inshallah taala për ta kuptuar qëllimin e këtij hadithi. Al-Barra bin Azib radiallahu anhu, transmetuesi i hadithit. Al-Barra bin Azib është medinas, ka lindur në Medinë, është rritur në Medinë, ka qenë fëmijë në moshën madhore, parafërsisht. Aty ka mosha madhore, në moshën madhore. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë,
Dhe është cekur në biografinë e tij se këtë dhe Abdullah bin Umerin, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ktheu në luftën e Bedrit, nuk i la me marrë pjesë në luftë, sepse ishin të vegjël. Më pas, në luftën e Uhudit dhe më tej kur nuk ju nda pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ishte prej sahabëve të mëdhej. Këtë baba i tij që të ditë ishin burra të mëdhej, prej sahabëve. Ky i bekuar e cekit hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili flet për ndërrimin e kiblës. Ka vdekur, thuhet në vitin 72, thuhet në vitin 71 hijri. Ka transmetuar 305 hadithe, vetëm në Bukhari janë 37 hadithe. Ka vdek në Kufe të Irakut. Historia e tij është mbushur me ngjarje të ndryshme që tregojnë trimërinë e tij, në luftra, por ne po mjaftojna me kaq për të kaluar të komenti hadithit. Çfarë thotë ky sahabi? Ky thotë kur erdhi pejgamberi në Medinë alayhi salatu wassalam, o vendas të gjëshrit e tij nga dajt. Tek fisi Nejjar, Banu Nejjar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, babgjyshi i tij Abdul Muttalibi, gruan Esmën e kishte nga Medinja. Abdul Muttalibi Mekas, por gruan e kishte nga Medina, nga një fis, për fise më të njohura të Medinës, në atë kohë quhej Yathrib, fisi Nejjar. Për ta ndërlidhur edhe më shumë për ta sqaruar këtë çështje, e ndërlidhim këtë apo e cekim edhe kohën kur pejgamberi ishte fëmijë, edhe erdhi me nanën e tij të dajt e babës e tij. Baba kishte vdekur, sa kishte qenë ende në barë të nanës, pa lind. Nana e vetë, Eminia, e morrit birin dhe shkoi në Medinë për të vizituar dajt e burrit, fisin Banu Nejjar, bashkë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe rrugës duke u kthyer, vdiq Eminia në rrugë. Që ky fis, pejgamberi se kishte harru, i kishte dajt babës. Kur është shpërngul pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë, që është po tregon edhe ky sahabiu El Barra, po thot fillimisht të vendos të fisi Banu Nejjar. Pastaj po thot, pejgamberi vazhdoi të falej në drejtim të Mesjidul Aqsas, në Jerusalem, 16 muaj apo 17 muaj, po dysha, o 16 o 17. Falej në drejtim sepse që kur ishte bërë pejgamber, ishte shpallur pejgamber, ishte urdhëruar të drejtohej nga Mesjidul Aqsaja. Për kibel Mesjidul Aqsan, me marrë, më drejtu për saj. Sepse ajo ishte kibel e këtë pejgamberëve të Zotit. Mesjidul Aqsa, prej shejtërisë saj, është edhe fakti se ka qenë kibel e të gjithë pejgamberëve të Zotit.
Pra ka qenë kibla e pejgamberit ton, alayhi salatu wassalam. Sa ka qenë pejgamberi në Mekë, ka qenë i urdhëruar të drejtohet në drejtim të Quds së Sharifit, Mesjid al-Aqsas. Por, dëshira e tij e madhe që më drejtu edhe në drejtim të Qabës, çka bënte kur ishte në Mekë? O falte Qabën përpara, ama në çat drejtim që i vije edhe Mesjid al-Aqsaja. Kështu që falte drejt dy kibleve, drejt dy xhamijave. Xhamisë së Qabës që e vënte përpara syve dhe xhamisë Quds së Sharifit në Jerusalem. Kështu veproi. Derisa është shpërngul. Kur është shpërngul në Medinë, vazhdoi të falej nga Qudsi. Ama këtu i dul një problem. Sepse nuk po ka mundësi, është e pamundur që ta qetë Qabën përpara dhe Qudsin përpara. Nga se kur ishte në Mekë, kishte mundësi. Po pe Mekës kur shkoi në Medinë, i met Qabja mrapa. Kur kthehej nga Qudsi, Qabja ishte këndej nga jugi, kthehej nga veri. Veri perëndimi. Andaj është pamundur një njëjtën kohë më kthy edhe nga Qabja edhe nga Qudsi, Mesjid al-Aqsaja. E duhet dhënë përparësi Mesjid al-Aqsa sepse kështu është urdhri i Zotit. Ama kishte dëshirë. Pra ta në hadith për thotë, kana yu'jibuhu, kishte dëshirë të madhe, alayhi salatu wassalam, që Qabja të ishte kibla e tina. Pra sigur se thashtë në vetveten e vet o Zot, të ma kishën rru kiblen, më urdhëru më fal nga Qabja, isha kanë shumë i lumtur në i kënaqur. Mas 16 muajve, apo 17 muajve, nuk dihet sakt, Ibn Hajeri thot në mes të muajit Rajab, në vitin e dytë. Allah i madhruar zbriti ajete kuranore, të cilat lexohen sa kësaj dite deri në Kiamet, ku me to e urdhëron që të ndrohet kibla. Dhe tha Allah, qad nara taqalluba wajhika fi s-sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ne po të shohim ty o Muhammed, sepse po të shohim ty se po ngrit shikimin nga qielli. Pra ngrit të shikimin nga qielli në shenjë lakmie, sikur se thashtë në vetveten e vet o Zot. Qiell lart në qiell. Ti po e din se unë pa kom qef më fal nga Qabja, por urdhri yt është më fal nga Qudsi. Sigur se të ma kishën rru kiblen, në mendjen e vet. E Allahu ja lexon robit mendjen. La ilaha illa Allah ti azë nuk im shifet. E Allahu po thot, qad nara taqalluba wajhika fi s-samaa, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ne po shohim fytyrën tënde duke drejtuar nga qielli i lartë. Do ta kthejmë ty, do të drejtojmë ty nga ajo kibel që ti ke qef. Që ti ke qef, që ke dëshirë, pra nga Qabja. Dhe pastaj tha, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatre. Fytyrën tënde tash tutje kthejnë nga Qabja. Mesjidul Haram është Qabja. Dhe kudo që jeni, edhe në Kosovë, edhe në Amerikë, edhe në Japoni, kudo që jeni, ktheni, drejtoni fytyrat e juaja drejt Qabës. E që nga ky moment, Qabja u bë kibel e pejgamberit dhe kibel e muslimanëve deri sot dhe vazhdon deri në Kiamet. Sahabiu i bekuar Barrai pa thot, kur zbriti ka jetë pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberi fali namazin, e parë ishte namazi i qindis, që falin drejtim të Qabës. Namazi i parë, namazi i qindis. Pas që falëm, pa thot një njeri i nesh, shkoj kalej pra një xhamie, dhe i pa xhamatën duke fali qindin, ata ishin vanu pak.
rreth cilës xhami ka kaluar, pranë cilës xhami, historianët kanë dy variante. Ose ka kalu pranë fisit Benu Seleme, që janë për qëllim banorët e Kibletenit, xhamia e Kibletenit, ose xhamia Kubas. Janë dy mendime të historianëve. Më shumë janë të mendimit se xhamia fisit Benu Seleme, që sot njihet xhamia e Kibletenit. Kur shkoi ky sahabiu, ka le pranë asaj xhamie, i pa xhamat duke fal, u afru te dera e xhamisë. Ata ishin në xhami namaz të fal, madje ishin në ruku. Ky me Zot lart tha, që meni ata dëshmojnë Zotin, dëshmoj se kiblja tashmë është ndrruar, është kthy drejt Ka'bes. Dëshmoj në Allahun, ashhadu billah enni qad sallejtu ma Rasulillah qibla Mekkete sallallahu alaihi wasallam. Do dëshmoj për hir të Allahut, apo i dëshmoj Allahut se o ju njerëz, unë jam fal me pejgamberin drejt Ka'bes, ta ke namaz. Edhe ashtu siç ishin namaz, ma t'ja thuhet në ruku, veç o kthyen. Ishin këndej ka veri perëndimi nga Kutsi, o kthyen, dhe falen drejtim të Ka'bes. Kështu që të njëjtin namaz e falën në drejtim të dy kibleve. Janë nisën namazin drejtim të Kutsi Sharifit me Masjidul Aqsas dhe përfunduan në drejtim të Ka'bes. Edhe më namazi ka vazhduar derisa të kësaj dite që të falet në drejtim të Ka'bes. Dhe është vajzje për ne, është për kushteve të namazit që të falem drejtim të Ka'bes. E për hir që në të njëjtin namaz o falen drejt dy kibleve, është quajtur me vonë xhamia e dy kibleve, xhamia e Kibletenit apo xhamia e dy kibleve. Autori El-Barra transmetuesi hadithet e cekin në fund, thot, jehudive ju pëlqente që pejgamberi falej në drejtim të Kutsi Sharifit. Po ashtu edhe thtarët librave të shajt, krishterëve. Ju pëlqente. Pse? Sepse ata konsideronin kibel tyne ata atje. Dhe vazhdojnë ta konsiderojnë. Kur zbriti kjo ajet kuranore dhe pejgamberi ndroi kiblen, filloi më fal, se Allah ja ndroi kiblen, e urdhëroi më fal nga Çabja, që futet, që ishin në Medinë, e urrejtën këtë shumë. Dhe çka thanë? Thanë, po të ishte pejgamber kë, do të vazhdonte të falen në drejtim të Kutsi Sharifit, ka edhe janë falë pejgamber të mëhershëm, por fakti që ndroi kiblen jep me kuptu që nuk është pejgamber. Në fakt, kjo është urdhërit madhe të Allah Azza wa Jall. E Allahu për fjalët e që fut dhe tha, se yaqulu as-sufaha'u min an-nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Apo do të thonë, as-sufaha min an-nas, njerëz të cekur, shkurt pams, pse kë ndroi kiblen? Pse kë lat kibel ku njerëzit me parë shofarëshin drejt saj, pejgamberët e tjerë? Thuaj, se e lindës është Zoti dhe Perëndimi, e Allahu dhe zan kanë dhënë dritën e tina. Më pas, u shfaqe një dyshim tjetër. Disa sahabë kishin vdekur, pa u falë për Ka'bes, por kishin në vdekja me herët duke falur në drejtim të Kutsit. Dhe dikush tash prej pasazëve të tyre pyeti, tha, ja Rasulullah, e çka bëhet me namazin e atyre burrave, muslimanëve, të cilët janë falur drejtim të Masjidul Aqsas, por tashmë kanë vdekur, çka bëhet me namazin e tyre? Allahu e zbrit ajetin kuranor, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allahu nuk u humb juve namazin që keni falë. Dhe quajti Allah namazin iman, sepse është prej imanit. Allahu nuk u humb namazin që keni falur. Pra se humb atyne, as humb pas kujt. Kjo është pika shkurtra, ajo çfarë mund të themi rreth këtij hadithi, dhe siç thash, hadithi na vije përsëri me emër të Allahut, kur të flasim atje për namaz, respektivisht për kibel. Dhe deri në takim në radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.